në kuadër të televizionit informer në Beograd, ku në prani edhe të zyrtarëve shtetëror atje të Serbisë, janë kënduar këngë qetnike dhe nacionaliste serbe. Picula me këtë rast ka qenë të jetë kritik, për shkak që ka thënë që me këtë mënyrë është duke u afirmuar çështja e Serbisë së Madhe, e po ashtu edhe një largim ose distancim nga rruga evropiane. Në anën tjetër, kemi edhe procesin e gjykatës speciale në Hag, ku është diskutuar për gjykimin e këtyre ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe nga gazetari italian Mauro Sutaro, i cili ka kushtuar një shkrim gjykimit duke e përshkruar rastin të cilin e ka quajtur të zvarritur dhe një dështim të kushtueshëm të tribunalit. Për këto dy çështje që mund të lidhen ndërmjet vete, jemi në një lidhje të drejtpërdrejtë të diskutimit me zotrin Nasim Haradinaj, ish generale, po ashtu Bedri Elezaj, ekspert i sigurisë. Të ndrum, faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit që keni gjetur kohë që të diskutojmë bashkë këtë temë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Zoti Haradinaj, po e nisim nga ju. A është kjo mostër, pra kjo demonstrim i Serbisë së Madhe, pra duke paraqitur këngë nacionaliste edhe në festa fetare, për quajmë ashtu? Po, Serbia asnjëherë nuk ka hezituar ta tregojë idetë hegemoniste, por edhe armiqësore ndaj shtetit linje, sidomos e ka vërtetuar ato me 5 lufta të cilat e ke bë dhe radhas i peshe ka përfunduar ato dhe Serbia ka merr nën pushtetin e Zaventit të Miloševićit. Do ta që sot ta asnjëherë nuk kanë marrë mundin me mshef idetë e tyre. Prandaj kreptimi i tyre me Sheshelin, kreptimi as pak nuk është më i keq as vetë Bernabici, as ata tjerë, që në një mënyrë këta sikur nuk e ka bërë for direkt për Evropën. Ata Europën edhe interesin për Europën e përmendën vetëm sa për të kaluar dhe për të marrë kohë që ata të realizojnë mendimet e tyre. Idetë e tyre që kanë hegemoniste ndaj vendeve tjera. E sidomos e posaçërisht speciale ndaj Kosovës. Zotre Elezaj, sa është e mirë pritur edhe reagimi e evropianëve dhe sa janë të vetëdijshëm evropianët për një rrezik të një mundësie të një Serbie të madhe? Në fakt, kjo është ndoshta lajm i mirë që Shtetet e Bashkimit Evropian apo vetë Bashkimi Evropian ka gjetur, ka siguruar të gjetura të cilat të tregojnë qartë atë që radikalizmi në Serbi është në rritje sipër e posaçërisht ku veprimet të tilla ndërlidhen me aktivitete fetare. Ne e dimë që në vazhdimsi kishat serbe kanë qenë përfshira në çështjet që lidhen me luftën në Kosovë, çështjet që lidhen me angazhime konkrete në çështjet e sigurisë së Republikës Kosovës. Ju e keni parë se si në rastin Banjska ishin strehuar pikërisht në kisha terroristët dhe krejt kjo e dëshmon edhe një herë lidhjen që politika serbe ka me organizatat fetare në Serbi dhe se të njëjtit në vazhdimsi, domethënë paraqesin rrezik për Kosovën. Thjesht ky reagim i forcave të Bashkimit Evropian është një tregues se më në fund edhe ata vendosen që të ndajnë me publikun shqetësimet e tyre në lidhje me angazhimet që Serbia ka se përket Serbisë së Madhe dhe se mbetet rrezik real për ballkonin perëndimor e përmes ballkonit perëndimor të rrezikojë edhe sigurinë e Bashkimit Evropian. Zotre Haradinaj, nëse në festa fetare proklamojnë propaganda nacionaliste, çfarë veprojnë politikanët serb në politikat e tyre ditore? Asgjë, vetëm realizojnë ato të cilat marrin nga bekimin nga vetë udhëheqësit fetar që kanë. Ju e dini që të gjithë ushtarët dhe forcat politike që kanë sulmuar jo vetëm Kosovën, po edhe Bosnjën edhe Kroacinë, ata çdo herë janë bekuar, që thonë kanë marrë bekimin nga kishat e tyre ortodokse. Kështu që këtu kanë qenë haptas dhe kanë bërë qartasi, prandaj për mua nuk është diçka e re që sot Serbia po e bën ato. E re dhe çuditshmore që Evropa ju desh mirë që reagon, po që ju desh 20 e kusur vite pas luftës së Kosovës, do 27 vite diku pas luftës së Kosovës dhe tek e brejti njerë. Kjo nuk është rasti i parë që këta bojnë kështu. Mirë po, megjithatë, më mirë vonë se kurrë, kështu që unë mendoj që për evropianët dhe për ata të cilët duan me të vërtetë të dinë se çfarë mendimesh ka Serbia dhe se si ajo e shtron politikën e saj dhe në çfarë tim e ka, unë mendoj që nuk është vështirë të dihet dhe unë nuk besoj që ka qenë e panjohur deri tash.
A do të thotë, përderisa brenda kishës këndojnë këngë të tilla në prani të zyrtarëve të shtetit serb, a do të thotë që kisha dhe politika janë të një mendje, të një goje? Asnjëri deri sot nuk ka treguar që kisha ka qenë e ndonë është distancu, kisha, sidomos ortodokse serbe, ka qenë e ndonë o distancuar nga ato veprime. Vetë fakti kur e bën masakra dhe njerëz që në shtype masakra i ka bekue, ose i ka urue, i ka dhonë ratin, i ka dhonë bekimin vetë kryptoskopi i tyre, si quhet ai, unë mendoj se kjo nuk ka qenë diçka dhe nuk është për ne e panjohur. Unë mendoj që s'ka qenë e panjohur as për vetë evropianët. Mirë po unë mendoj, mos kjo është një ngritje alarmi dhe besoj që nuk do të vijë në veshin e shortët. Zotre Elezaj, a ka ardhur koha që evropianët të reagojnë edhe për zhvillime të tjera ka shi këtyre politikave që Serbia i bën thuajse për ditë? Po, në fakt, vetë adresimi i tyre në opinion për shqetësimit në lidhje me Serbinë e Madhe, në lidhje të aktiviteteve të politikës dhe organizatave fetare, tregojnë qartë atë se ndoshta siç tha zoti Haradinaj, është prit mjaft kohë deri tani dhe duhet me patjetër që të kemi një reagim dhe duhet që të veprohet drejt asaj që nuk është rrezik vetëm për Kosovën, nuk është rrezik vetëm për Ballkanin, por është rrezik për gjithë Evropën, sepse Kosova dhe Ballkani janë pjesë e pandashme qoftë e sigurisë apo edhe çështjeve që lidhen me politikën të Bashkimit Evropian. Prandaj në këtë rast mendoj që është një momentum ku realisht duhet që të reagohet apo duhet të adresohen çështje të tilla, sepse ju e dini që shtetet e Bashkimit Evropian paraprakisht përgatitin opinionin e tyre me deklaratat siç janë edhe këto, me angazhime konkrete në komunikim, më pas edhe me veprime konkrete drejt asaj për të parandaluar eventualisht zhvillime të cilat pritëm. Por ajo që duhet të theksoj është fakti që pikërisht në këto rrethona ku kemi një tensionim, mund të themi marrëdhënieve nderëtnike në rajon, kemi një angazhim konkret apo mund të themi një shfaqje publike të organizatave fetare të cilat siç tha zoti Haradinaj i bekojnë ata të cilët e kryejnë edhe krime e në të kaluarën kanë qenë, mund të themi, struktura më shumë që kanë ngritur moralin e persona për të marrë pjesë në angazhime konkrete kundër shqiptarëve, kundër popullatës në Ballkan, sepse të njëjtën gjë kanë bërë në Bosnjë dhe në Kroaci. Prandaj mund të them që ndoshta Bashkimi Evropian së fundmi ka vepruar dhe vepron duke dashur që të bindë komunitetin e saj, taksapaguesit e tyre, qofshin në aspektin financiar që të drejtohen mjete financiare drejtim kësaj i angazhimi qoftë edhe në veprime tjera ushtarake apo policore apo politike që mund të vinë nga Bashkimi Evropian drejtim të sankcionimit. Por a mund ta largojnë nga Bashkimi Evropian një çështje e tillë Serbinë? Padyshim që po, dhe besoj që edhe këto adresime kanë bëjnë me faktin që në rast se Bashkimi Evropian do të marrë veprime që do ta largojë apo do ta pezulloj procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, apo çështjet që lidhen me procesin e integrimit, që opinioni të përgatitet që mos të jetë i befasuar në rast se Serbia mund përjashtohet apo mund pezullohen veprime të caktuara që lidhen me angazhimet konkrete për procesin integrues Bashkimit Evropian për Serbinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Zotre Haradinaj, në këto ditë pra kemi pasur përveç këtij reagimi nga europianët e kemi edhe një shkrim nga po ashtu një evropian saktësisht nga një gazetar italian për çështjen e gjykatës speciale ku e ka cilësuar si të dështuar krejt këtë narrativ ndërkombëtar mbi Kosovën. Sa është i mirë njohur edhe opinioni evropian mbi zhvillimet në Kosovë dhe mbi zhvillimet në gjykatën speciale? Para se të përgjigjem ta derta të shtoj edhe rreth asaj, që Evropa e din sakt dhe Serbia asnjëherë nuk i ka bërë këtë çështje krejt thjesht, vetëm i ka bërë. Serbia, mos harrojmë, gjithmonë i ka bërë në koordinim me Rusinë. Gjithmonë ka reaguar atëherë kur Rusisë ju ka dashur më shumë të këto reagime të Serbisë. Ju e shihni ku ka reaguar me Kroacinë, ju e shihni ku ka reaguar në Republikën Serbske, ju e shihni si reagon tash. Kështu që nuk mund të them se krejt këtu janë çështje qaq të lehta. Sa i përket Evropës, po të ka kishë pas vullnetin e mirë fill të Evropa, unë uroj që tjetër ashtu si po thot zoti Elezaj, por po të kishë pas po ta ketë një vullnet të mirë fill, kjo ka herë do të kishte reaguar dhe tamam mund reagon ndaj Serbisë dhe mua e përshton. Por asnjëherë nuk ka pas ndonjë vullnet të mirë fill, vetëm sa për një kritik dhe me kalu këtë situatë. Kështu që unë pak besoj që Evropa deri sot e ka pas për një mend të reagojë ndaj sjelljes të Serbisë. Prandaj edhe Serbia i vazhdon këto rrodhat edhe në mënyrë të vazhdueshme.
Sa i përket gjykimit atje dhe kritikët që kom pa unë kom thonë karerë që nuk është dorë të jesh as ekspert i madh, nuk është dorë të jesh as ndonjë jurist i madh, nuk është dorë të jesh as ndonjë specialist i fushës së drejtësisë për të hetuar këtë gjykat se sa raciste dhe jo kompetente në aspekt juridik. Dhe sa e paaft, edhe pse ata janë shumë të përgatitur, sepse unë nuk kam dyshime se ata se kanë përgatitur profesionale. Unë kam dyshime dhe jam i bindur që ata nuk duan dhe qëllimshëm sjellen jo profesionalisht. Prandaj unë mendoj që nga fillimi por është interesante fakti që nga zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk ka fort komente ka shi gjykatës speciale. Bile janë të rrolla dhe shkrimit edhe gazetarëve që e trajtojnë për këtë. Andaj edhe në këtë rast gazetari italian e bëri këtë shkrim i këtë situatë. Kjo është për mirë, kjo për të ardhur mirë. Reagojnë të huaj dhe nuk reagojnë tonë, ta kupton ti? Mirë, po kjo është një kritikë ndaj tonëve, por problemi është tjetër. Problemi është ata nuk kanë reaguar sepse kanë besuar në një farë mënyrë qorrazi në një drejtësi, sepse kanë financuar shtetet që vetë financojnë aty. Dhe tani, ku kanë po që fundi dhe ku kanë po që me të vërtetë ata po te kalojnë çdo mos edhe shkelet ma elementare që me bërë kjo gjykat, është i mirëseardhën ai reagim, dhe unë besoj që kjo nuk do të jetë veshin e shurdhët. Dhe duhet të mos e lënë vetën ato shtete tjera evropiane, mos të lojnë ato që zërën nga Italia që ka arë, po të dalin dhe shtetet tjera evropiane dhe të shohin, dhe në fakt vetëm të folin të vërtetës se çfarë po ndodh aty, nuk kem nevojë për ndim. Ne kem nevojë vetëm për thënien e të vërtetave çfarë po ndodh aty dhe një shikim jo kritik, po një shikim profesional dhe një analizë profesionale dhe atër vetë fakti i analizë profesionale këtë gjykat e qetë që jo binse dhe e qetë monstrum të i respondencën ose monstrum të drejtësisë të shekullit 21. E qartë. Zotre Elezi, sa mund të arrisë vetëdijen politike dhe gjykimin publik në Bashkimin Evropian një shkrim ose edhe shkrimet të tjera të gazetarëve mbi zhvillimet në gjykatën speciale që më pas të reagohet ndoshta edhe politikisht? Po, në fakt mund të them që është lajm i mirë që media ndërkombëtare në këtë rast të Evropës kanë një interesim në lidhje me padrejtësinë që po organizon kjo gjykatë kundrejt udhëheqësve të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Ju dini që kur media ndërkombëtare, kur media të cilat konsiderohen të pavarur se të pandikuar emocionalisht nga zhvillimet e drejtësisë atje, adresojnë çështjet si çështja e fundit, padyshim që do të prekin në mënyrë drejt për drejt edhe në çështjet që lidhen me performancën e kësaj gjykate. Ju e keni pasur se media italiane kishte reaguar për rastin e Safarit dhe se si gjykata pikërisht pas reagimit mediave atje filluan një proces për të hetuar gjitha të ngjarjet që kanë ndodhur. Dhe padyshim që edhe ky adresim, edhe ky angazhim, interesim i medias ka rolin e vetë, sidomos pak ditë para fjalës përfundimtare të palës mbrojtëse sa i përket çështjeve të drejtësisë në lidhje me udhëheqësit e ushtrisë shlimtare të Kosovës, dhe unë pres që reagimet e mediave ndërkombëtare do të kemi edhe në vazhdim. Me sa kam informacione, ka dhe media tjera të cilat e kanë monitoruar dhe po mundohen që për shkak minimalisht taksapaguesve si thallë zoti Haradinaj për këtë gjykatë që janë vërtet vlera të mëdha, kjo adresohet ajo të cilën realisht mund të them është evidente dhe se e kanë për nevojë që ta dinë se çfarë ka ndodhur me taksat e tyre. Unë shpresoj që edhe ky interesim i medias do të nxitë edhe interesimin e faktorëve të ndryshme politik në Evropë dhe realisht në fund të fundit të kemi sa do kudo një sinjal drejtësisë. A mund të kemi pak a shumë një epilog të ngjajshëm sikur Safari në Bosnje, meqense reaguan mediat pikërisht gazetarit italian dhe tash kemi përsëri një gazetar italian që merret me çështën e gjykatës speciale, a mund të shkojë një lloj epilogu ngjajshëm mbi këto zhvillime? Unë edhe po prastam të drejtën që media dhe organizatat të ndryshme të hapin rrugën për nxjerrjen e të vërtetës që mund vinë nga kjo gjykatë. Unë dëshiroj që të pres që më në fund të vërtetohet ajo e cila është e vërtetë, që në fakt udhëheqësit e luftës kanë bërë një luftë drejt në Kosovë. Zoti Haradinaj ka qenë vetë i sfiduar nga kjo drejtësi atje dhe më së miri e ka prekur në likurën e tij angazhimin i cili siç e tha dhe vetë është një angazhim jo i paditur, është një
angazhim, me vetëdije për të cënuar, domethënë, kredibilitetin, integritetin e luftës fundit të shishimtar të Kosovës. Do të ishte shumë mirë për taksapaguesit evropian, për vetë Bashkimin Evropian, për strukturat ndërkombëtare të sigurisë dhe drejtësisë, që më në fund të vërtetojnë se kjo luftë ka qenë e pastër, e dinjiteshme dhe me qëllimin e vetëm për të krijuar kushte për lirinë dhe sjelljen e pavarësisë dhe mund të themi lirisë popullit të Kosovës dhe më gjerë. Zotri Haradinaj, sa jemi duke investuar që populli ose publiku në Evropë dhe GTO të kuptoj më drejt zhvillimet në gjykatën speciale? Sa jemi të investu në këtë lloj informacioni? Unë vjen shumë keq se nuk kemi të investu fare, përposa asaj që me tepër po lëbojnë njerëzit në mënyrë politike, duke menduar se është aq e vogël kjo çështje sa të ketë përfitime politike të brendshme, për konsum të brendshëm politik ose vetëm partijak të ngushtë, kështu që unë mendoj këto janë interesa, këto janë ide meskine që do t'i kushtoj edhe vetë cilës do parti që mendon që vije në krye të këtij pushteti. Unë mendoj që ky signali që ka ndodhur italianë është sinjal i mirë për njerëz që kanë mendje të hapur dhe ju intereson të mbrëmja edhe vetë taksat e tyre shteteve që paguajnë, dhe besoj që këto është një shkak i mirë, edhe pse i pak i vonë, por një shkak i mirë që ata të merren me këto çështje dhe shpresoj që kjo të vazhdoj ashtu sikur ishte saktë edhe çështja e safarit, por unë mendoj që ne do ka bëhet pak, po bëhet pak edhe për vetë njerëz të luftë që jetojnë këtu. Disi janë frigu, disi sikur janë hinë në një farë skuta atje dhe vetëm për presin se çka po bëhet, ndërsa gojën e kanë plot në për oda në për këtë. Mirë, po unë vjen keq, po për shembull në rastin e nënkrytohet të organizatës veteranëve të luftës, para do dite dul sikur pesimist për vendimet e gjykatës dhe ajo shkon në dëm, edhe pse ndoshta është e panqëllimshme, por mos harroni se këto shkojnë në dëm dhe ndërtohet një narrativ sikur që populli dhe pret dënimet e këtyre njerëzve. Populli nuk i pret asnjëherë dënimet, populli nuk i ka mirëprit as arrestimet, dhe populli, unë jam shumë i sigurt se ky popull nuk do të rritë qetë, nëse atje do të ketë vendim të padrejtë ndaj këtyre. Unë nuk them që është vendim i padrejtë në kuptimin e asaj që sa duhet të lirohen. Këta nuk është dashur as të arrestohen, këta nuk është dashur as të akuzohen, kur dihet që vetë Jack Smith tani e pa se si u shpall nga Donald Trump. Personi që edhe për Trumpin ka blet dëshmitar. Llogaritën çka ka bëu ky faqezi për këtë proces që ka lëhes në hall që kemi. E që shumica kanë prit drejtësi për atij njeriu të monstrum, cilët i kam thonë edhe në gjysmë përballë aty që ai do të jetë turpi i shtetit të vet, turpi i drejtësisë, ai edhe sot do një turpi i shpallur edhe i vetë Amerikës që është shtetet atje. Prandaj çfarë mund pritet nga ai që ka bler edhe për Donald Trump dëshmitar. Prandaj unë mendoj që kjo është një signal me ditë edhe për ne këtu se si o ndërtua ajo gjykatë dhe sa drejt mund të jetë ajo gjykatë. Prandaj unë pres se në fjalën përfundimtare të unë pres që prokuroria do të lypë dënime, unë pres që fjala përfundimtare e trupit gjykues do të jetë një vendim lirues. Zotri Elezi, nëse gazetarët evropian shkruajnë vazhdimsi për zhvillimet në gjykatën speciale dhe cilësojnë me terme të tilla që është një investim i dështuar i Bashkimit Evropian dhe i gjithë forcës ndërkombëtare, po ashtu edhe ka protesta të vazhdueshme nga organizata e veteranëve të luftës dhe partnerëve të tyre edhe në vendet evropiane, sa mund të ndikojnë në një presion në vendimarrjen e gjykatës speciale shkrimet të tilla ose reagimet të tilla? E vetëm rrugë për të adresuar tek qytetarët taksapaguesit evropian shkeljet apo keqpërdorimet që mund bën në emër të drejtësisë, në emër të gjykimit në çështje të paqenj, është media. Është mas media e cila ka mundësi dhe autoritet dhe kompetencë për t'i treguar qytetarëve të tyre se çfarë realisht po ndodh me taksat e tyre, se çfarë po ndodh realisht në emër të tyre me drejtësinë dhe mos të harrojmë një fakt se nuk është çështja e dënimit eventual të pjesëtarëve të udhëheqjes të shishëm Kosovës një goditje për Kosovën, është vetë për vetë drejtësinë, është vetë për Bashkimin Evropian. Prandaj në këtë rast unë besoj që median evropiane e ka parë rrezikun tek mesazhi i keq që mund të
dërgohet drejtësisë në përgjithësi, kërcënimi i kredibilitetit të udhëheqësve drejtësisë në Bashkimin Evropian. Dhe besoj që edhe ky angazhim i medias atje, që do të kemi shpejt edhe angazhime të tjera, ndoshta edhe shoqërisë civile, është një lloj presioni që mund ta vendosin në drejtim të gjykatës për të qenë të drejtë dhe për të dërguar mesazhin se kjo gjykatë ka për qëllim thjesht angazhimin konkret për të vërtetuar drejtësinë dhe në fund fundit të zbarot ajo që, siç e tha zoti Radinaj, është saktë dhe populli i Kosovës së Del për tani përmes medias do ta kuptojë edhe populli evropian se vërtetë kjo gjykatë është totalisht e kontaminuar dhe veprimet e saj bin ndesh me parimet dhe procedurat që lidhen me drejtësinë dhe demokracinë përgjithësi. Zoti Radinaj, për fund, nëse populli evropian e kupton, por a do ta kuptojnë edhe vetë stafi gjykatës speciale veprimet e tyre? Unë mendoj se stafi gjykatës speciale ka aftësitë edhe intelektuale, po edhe juridike nëse don mu shkput pe diktatit politik që e ka pas. Që nuk është që asaj i mungojnë as provat për të pru një vendim lirus, edhe as ajo mjafton që vullneti dhe shkputja nga vendimet politike. Prandaj unë mendoj që shteti ynë duhet të bëjë më shumë me media, siç e tha zoti në fjalë, sepse mos harroni kjo gjykatë edhe komunistë mund ndërtue. Mas pari përmes mediave ka bërë propagandën edhe dikmorti edhe Rusia dhe Serbia. Kështu që nuk është që mediat nuk ndikojnë edhe shumë në këtë gjykatë ose në një vendim të ardhshëm që ata duhet të marrin, sepse paktën mjafton vetëm me shkput nga vendimet politike. Dhe kaq mjafton, nuk kanë nevojë ata për ndihmë, nuk ka nevojë për presion, ka nevojë vetëm për thirrje të vëmendjes dhe të asaj që po dihet qartë se këta është një gjykatë politike që ka shkel edhe të gjitha normat, edhe me paraburgimin. Për fund fare, cili do të jetë epilogu, sepse shpejt jemi pranë edhe vendimit, cili do të jetë epilogu përfundimtar? Si e parashitni ju? Unë nuk pres asgjë tjetër vetëm lirim. Asgjë tjetër se mund të ketë, nëse ka diku drejtësi, nëse është vetëm një copës drejtësi, dhe nuk ka asnjë ndikim politik, është lirim, sepse vetë dëshmitë e fundit që i dhanë njerëz më eminent botëror, njerëz të cilët e fundit kanë monitoruar të dy ushtrit, edhe ushtrinë serbe dhe neve, dhe na kanë pas në monitorim detaj dhe ditë eksakt ata treguan se UÇK dhe ata persona që janë aty nuk janë përgjegjës. Sa dhe i qujten akuza nuk qëndron, nuk ka tjetër se çka thot një eminent si Klarku e si Rubini ku thonë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj kjo është një vendim definitiv moral dhe një tregim orientues i drejtë dhe një kthirrje për shkputjen nga vendimet politike, kur Vesli Clark vetë personalisht thotë është akuzat nuk qëndrojnë. Edhe nga ju, zotëre Elezi, cili mund të jetë epilogu në gjykatën speciale dhe ta mbyllim këtë çështje diskutime për sot? Jam shumë i bindur që do të kemi një vendim